Mirë, jam në studio me zotin Blendi Klosi, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Mbroma, faleminderit juve. Ka një reagim Partia Socialiste sot në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese për zonjën Balluku. E para njëherë si e shikoni vendimin e gjykatës kushtetuese? Tani, për hir të kronikës nuk ka një vendim në gjykatës kushtetuese. Edhe mbase kjo e ka, le të themi, ndërlikuar debatin publik. Po përse përket raportit me Partinë Socialiste, ne disa parimeve vazhdojmë të qëndrojmë shumë fort. E para mbështetja për drejtësinë e re, edhe mbështetja për organet e drejtësisë së re, edhe për ato çfarë drejtësia e re merr nëpërmjet vendimit të asaj. Diskutimi gjithmonë më i madh përse përket raportit të procedurave, raportit të atyre çfarë ndodh është diçka tjetër, po përse përket mbështetjes për SPAK-un edhe për qëndrimet e tij, ne nuk kemi asnjë ndryshim. Përsa i përket raportit me vendimin e gjykatës kushtetuese, që thash do të ishte shumë mirë që gjykata kushtetuese të kishte marrë një vendim të fundëm, ne padyshim vazhdojmë të qëndrojmë fort. Parimit, me të cilën pati dhe reagimin e kryeministrit të vendit përsa i përket drejtimit të gjykatës kushtetuese, që kërkoi që raportin ndërinstitucional, pra raportin ndërmjet institucioneve të shtetit shqiptar, që janë drejtësia në një krah, edhe pasaj përsa përket ekzekutivit, institucioneve të cilat kanë funksione të pa delegueshme, siç është funksioni një ministri, pra a mund të pezullohen apo s'mund të pezullohen nga një organ jo, domethënë vetë parlamenti apo kryeministri. Ky raport është një raport i cili prap nuk u sqarua. Ka një diskutim të vazhdueshëm nga juristët, nga njerëzit që bëjnë debat, por besoj që për ne, tashmë është i qartë, edhe këtë e di dhe opinioni publik, ne në asnjë rast nuk e pranojmë, ose nuk do duhet as ta mendonim, po tani jemi në këtë gjykim, që një organ që nuk është pushteti i zgjedhur nga qytetarët, pra nuk është vota qytetarëve që ne marrim për të marrë mandatin qeverisës, mund të pezullojë një ministër, që jo ministrin personalisht, pra jo emrin e përveçëm, jo Blendi Klosin, po të pezullojë një ministër që është një funksion i pa delegueshëm, pra të pezullojë një sektor të menaxhimit të jetës vendit. Pra, që të jemi më konkret, unë do lexoj një paragraf nga vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila vlerëson një zëri se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 kushtetutës. Në lidhje me nenet 73.1 do të thotë, në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu si kurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242, sipas të cilit masa e pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Gjykata thekson se sipas kushtetutës, sistemi i qeverisës bazohet në parimin e shtetit të së drejtës, sipas të cilit edhe ministrat i nënshtrojnë ligjit dhe mund të mbajnë ligjërisht përgjegjës nëse e shkelin atë. Në lidhje me objektin e kërkesës, dhe këtu është e njësuar gjykata kushtetuese, kemi dy qëndrimet që u thatë. Sipas një qëndrim, gjykata është shprehur se imuniteti i deputetëve nuk është privilegj personal i tyre, por qëllimi kryesor i tij është mbrojtja e vetkuvendit dhe veçanërisht funksionimi i duhur i tij, dhe vendimi i dytë është, sipas qëndrimit tjetër, ndjes ngjashëm me standardin e interpretimit pranuar nga gjykata në rast të regjimit të imuniteteve, i cili duhet jetë i ngushtë, i kufizuar, bazuar në vullnetin e kushtetutbërësit në reformën e vitit 2012 për zvoglimin e imunitetit. Kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizimin paraprak të kuvendit për masat procedurale penale të parashikuar shprehimisht në nenin 73.2 e saj. Pezullimin janë dakord, për çështjen e imunitetit ndan, janë 4-4, nuk ka një moment zhbllokues në këtë vendim. 4-4 dhe është çështje interpretimi. Edhe ju hyt në le të themi atë diskutimin. Të lexoj të qartësoj ata që na. Po, nuk besoj se u qartësua dot njëri nga ajo që shkruhet në për këto vendime të stërgjata të gjykatave, ku padyshim kapet në një ligj, në një nen, diskutohet parimet, pra është një debat i brendshëm i juristëve. Ajo që njerëzit prisin nga gjykata kushtetuese është një vendimmarrje e fundit. Dhe ajo që ne duhet të sqarojmë, edhe për këtë u shpreh sot kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste në grupin parlamentar, është që besoj ka ardhur koha për një ndërhyrje në legislacionin përkatës, pra që tani në kushtet kur ne nuk kemi një vendim të fundit të gjykatës kushtetuese, kemi një shprehje të vullnetit të parlamentit shqiptar, i cili ta sqarojë më mirë këtë situatë,
se gjithë problemi fillon nga kjo që ju lexuat me shumë korrektësi dhe ju komplimentoj për, le të themi, korrektesën në leximin e gjës. Po, ajo gjë e ngatron gjithë situatën, qytetarët, njerëzit, opinioni, pastaj politika, pastaj ata që duan të bëjnë komente, i gjejnë edhe të bardhën dhe të zezën në atë që tha ty, po gjejnë aty dhe të gjithë ngjyrat e Ylberit. Si do ndërhyet në legjislacion? Kush është diskutimi? Diskutimi është që një i zgjedhur, për shembull, një i zgjedhur, një kryetar bashkie, në rast se nuk shpallet i fajshëm, nuk mund të pezullohet nga detyra, thot ligjvënësi. Dhe një deputet, në rast se nuk shpallet i fajshëm, nuk mund të pezullohet nga detyra. Pra, unë mund bëjt biseda, por mund të kem problematika, mund të hetohem, padyshim të gjithë hetohen, por ama, në qoftë se nuk jam i fajshëm, detyrën time si deputet nuk e pezullohen dot. Pra, dhe këtu hyn diskutimi. Pra, po detyrën e ministrit që është i zgjedhur nga qytetarët, ose të themi nëpërmjet votës që japin qytetarët në Parlamentin shqiptar, e më pastaj Parlamenti e zgjedh një ministër të tyre, a mund të pezullohet? Dhe çfarë do të thotë pezullohet një ministër? Pezullohet Blendi Klosi? Jo, pezullimi një ministri do të thotë që ai sektor të pezullohet për një afat kohë të papërcaktuar. Dhe ai institucion mos funksionoj. Pra, për sa kohë që nuk është shpallur i fajshëm. Dhe këtu është gjithë biseda që ne hetim, po padyshim, hetim të detajuar dhe hetimi po ndodh. Edhe për rastin e zëvendës kryeministrës, ministrës infrastrukturës dhe energjisë, po kryet një hetimi plot. Pra, organi i drejtësisë, SPAK-u në rastin konkret, nuk është penguar në asnjë rast që hetimin ta bëjë 360 gradë. Mbi ministrën, deputetët po ashtu, dhe nuk ka pengim të hetimit. Por ama mund të pezullohet një titullar institucione, mund të pezullohet presidenti i Republikës. Pra, sot kemi këtë rast, nesër mund të kemi një gjykatës tjetër, një prokuror dhe një gjykatës tjetër, thotë që pa shpallur të fajshëm të pezullohet presidenti i Republikës. Pas nesër mund dalë një tjetër dhe thotë që me qëse unë mendoj që Blendi Klosi ka qenë në Dibër dhe ka bërë fushat atje, kam një ndjesi që mund të ketë bërë një krim elektoral dhe ta pezullojnë nga detyra. Mundet të ndodhe një ministër, një president, një ministër, një kryeministër, një kryetar i kontrollit të lartë të shtetit, pra institucionet të zgjedhura nga parlamenti, a mund të pezullohen? A mund të pezullohet një ministër? Pra, ky është debat. Dhe ajo që duhet sqarohet, unë nuk jam jurist, ju e lexuat, unë nuk e lexoja dot, nuk e kuptoja shumë ashtu aq gjatë sa e lexoni ju një ligj me pika, me presje, me vendime. Por ti them që a mund të pezullohet dot një ministër përveç se kur shpallet fajtor, se mund të shpallet fajtor dhe të arrestohet në detyrë. Por për asa kohë që nuk shpallur fajtor, a mund të pezullohet pa vendim parlamenti, por me vendim të një... Po ktheni imunitetin e pacënueshëm? Po ktheni një imunitet të pacënueshëm, pra që sa është në imunitet deputeti apo ministri, nuk goditet përveç se rasteve që unë nuk e di përvojësimet tuaja tani, se deri ku shkon mbrojtja. Imunitetit, çfarë do të thotë imunitet? Pse i jepet imuniteti? Imuniteti është për t'i dhënë liri në veprimin e tij një funksionari që ka këtë imunitet, fituar nga vota e njerëzve. Pra e ka një deputet imunitetin 4 vjetë, përsa ko ka votën e njerëzve që të bëj politikë. Mund tjetë shumë refraktar me qeverin, të godasit, të artemojt, pra mund të igjet këtije kjo drejt për të shtruar aktivitetin. Ligjvënësit thotë jo, dhe gjykata kushtetuta thotë jo. Pra një të zgjedhuri nuk mund të igjet ky imunitet, përsa ko që nuk është fajtor. Përsa i përket pasaj atyre që shpallen fajtor, kjo është histori komplet tjetër. Por ama nga 2012, ne nuk kemi, se ngatrohet imuniteti me shtrimin e funksionit dhe imuniteti me mos kryerjen e hetimit. Pra ne nuk kemi imunitet, ne mund të hetojmë për çdo gjë. Për çdo gjë, nuk ka nevojë fare të marrë leje në parlament, organi akuzës për hetim. Dhe në rast konkret kemi hetim plot. Por në rastin kur vjen dhe kërkon një mas arresti, ose kërkon një mas, që mund mos jetë arrest, po mund të jetë një nga masat që janë deri në arrestimin e personit, atëherë padyshim do kërkohet vullneti i 50+1 numrit të deputetëve,
që ky proces të vazhdoj pasaj në organet e drejtësisë. E qartë. Rama e tha sot që pika 2 e asaj që ka publikuar mbas mbledhjes me grupin parlamentar, tha nisur nga leximi i deklaratës ku gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, ndahen tek rrugë zgjidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Po, për këtë folë do. Keni ndonjë gjë të qartë apo ende nuk e keni hartuar se çfarë do të propozoni? Qartazi, unë nuk e di se si do formulohet edhe ku do ndërhyet, por ju them që qartazi do duhet të ndahet sepse kushtetuta ja jep, ligji pastaj e diskuton çik më ndryshe. Pra, do duhet të ketë një qartësi, dhe për këtë janë angazhuar jo vetëm ekspert kombëtar, por edhe ekspert ndërkombëtar, për të bërë një ndërhyrje që kjo situatë të sqarohet me ligj. Edhe se si do sqarohet, nuk di ta them, por ama do duhet të ketë një sqarim të fundit, dhe do jetë pastaj një diskutim publik, pastaj do ketë një diskutim parlamentar, pastaj do ketë një vot parlamentar, që për ato momente të cilat do duhet të sqarohen dhe mos ketë më këtë ekuivoke, dhe mos ketë të diskutimin, se e thash, këto liria, imuniteti, mbrojtja, janë gjitha për të dhënë rrugë lirisë, se sot kemi këtë situatë, po nesër mund kemi situatë në kaun tjetër, nesër mund kemi një situatë të çuditshme, nesër mund kemi një situatë ku ndërhyrje faktor të ndryshëm mund të ndikojnë që të pezullohet një institucion tash nga edhe në nivele më të lartë të funksionimit të shtetit. Dakor, po në fakt Komisioni Evropian ka një qasje të ndryshme, i pyetur nga një media këtu, pyetje si e vlerëson Komisioni Evropian këtë përplasje institucionale, përgjigja është përgjegjësia e Kuvendit të Shqipërisë të trajtoj pavonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Lufta efektive kundër korrupsionit është e një rëndësie parsorë për përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE, që është dhe pritshmëria e qytetarëve të saj. Të trajtoj pavonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Pra, shumë e qartë, në radhë parë nuk kemi një opinion se të diskutoj, nuk do të thotë marrë vendim. Po diskutohet. Ne jemi brenda afatit. Të trajtoj pavonesë. Të trajtoj pavonesë. Nuk kemi të trajtoj kështu ose ashtu. Pra nuk ka një pyetje që do t'i bëhet për çdo rast, jo vetëm për Shqipërinë, po mund ta pyesin edhe për Anglinë, mund ta pyesin edhe për Italinë, mund ta pyesin edhe për Bashkimin e Republikave të Kongos, mund ta pyesin edhe për Venezuelën, dhe përgjigja do të ishte po e njëjtë. Në rast se do të ketë një kërkesë për imunitetin e një deputeti, si do duhet reagojë, dhe përgjigja klasike është ajo që ju lexoj. Pra, i referohet rastit konkret, në fakt, nuk është pyetur në parim që si duhet të jetë raporti. Po në parim, përgjigja duhet të jetë kjo. Pastaj për rastin konkret po flasim. Pra, çfarë ka ndodhur në rastin, ta sqarojmë të gjitha dy. Pra, në parim është parimi, që padyshim Kuvendi duhet të kalojë në komisionin e mandateve. Të diskutojmë në këtë çështje. Dhe ne po e diskutojmë. Ajo çfarë ne kërkuam ishte që të kemi një vendim të qartë gjykatës kushtetuese për të sqaruar këtë raport njerë, sepse fati i individit është natyrisht shumë i rëndësishëm, por është më pak i rëndësishëm se fati i institucionit. Fati i personit përkatës, Blendi Klosit, është shumë më pak i rëndësishëm se raporti ndërmjet gjyqësorit edhe ekzekutivit. E qartë. Dhe në rastin konkret, me që bëhet fjalë për rastin konkret, le ta themi troç muhabetin. Pra, përgjigja është komplet klasike. Përse përket në rastin konkret, nuk kemi një hetim për korrupsion, këtë duhet ta themi. Kemi problem. Kemi 2 kërkesa të ardhura në parlament nga organet e drejtësisë. E para që kishte të bënte dhe e para që ka të bëjë me pezullimin detyrë. Dhe për këtë ne kërkuam që t'i shkojnë gjykatës kushtetuese, në mungesë të vendimit gjykatës kushtetuese, u kërkua kërkesa e dytë për raportin me imunitet. Në rastin konkret jemi në situatën që gjykata kushtetuese nuk mori një vendim që do të sqaronte këtë pjesë të raportit, pra raportin e ndërmjet institucioneve, dhe është fakt që pezullimi tashmë është në fuqi. Në rastet kur pezullimi është fuqi, pra Zoja Ballogu nuk mund të shkojë dhe të kryejë funksionet e institucionit të ngarkuar, pra nuk ka bie kërkesë, le të themi, logjika e kërkesës së ardhur për të hequr imunitetin, për raportin me imunitetin që ishte kërkesa e dytë mbas të parës. Në rastin e kur tani e para është në fuqi, e dyta bie në raport me hetimin e çështës. Pra, duhet të sqarojmë këto 3 momente. E para, hetimi vazhdon, dhe në asnjë rast askush nga Partia Socialiste
përfshirë dhe kryetari i Partisë Edi Rama dhe gjithë struktura e partisë nuk ka kërkuar të pezullohet hetimi. Në rast të dytë, kjo situatë ndërmjet raport ndërmjet institucioneve fatkeqësisht nuk u zgjidh nga gjykata kushtetuese, sido që të ishte ajo zgjidhje, dhe kërkon një zgjidhje sa më të shpejtë e mundur që këto situata që ndodhin në Shqipëri për shumë arsye, po edhe për faktin që kemi një demokraci tre, edhe një kushtetutë që quhet ka kohë për ne që jetojmë, po për një shtet ka shumë pak kohë, vetëm 20 vjet. Pra duhet sqarohet, po shkon 30 vjet në fakt. Dhe duhet sqarohet edhe ky moment, dhe përsa i përket raportit me vazhdën e kërkesat që kanë ardhur nga prokuroria e përgjithshme, në radhë parë ne tashmë kemi një pezullim të funksionarit publik dhe nuk mundet funksionari publik të pengoj provat apo të intimidoj dëshmitarë, dhe për këtë arsye procesi besoj do të vazhdojë dhe do të kemi edhe qëndrimet më teshme, po thash ky është raporti me përgjigjen e asaj që ngritur. Për sa i përket asaj që thotë Këshilli i Evropës, besoj që është e gjitha standarde që do të jetë për çdo rast të ngjashëm në Shqipëri. Oponentët tuaj thonë pse kanë frikë të dorëzojnë njerëzit te kjo drejtësi që e ngritët vetë, sepse SPAK-u, reforma në drejtësi është projekti juaj. Ku qëndron frika? Dakor, oponentët do thonë, po ku hiqani qëndron? Imunitetin edhe vazhdo jetimi, Po patjetër, hetimi po vazhdo, nuk ka asnjë pengesë. Si që kërkon dhe gjykata dhe SPAK-u. Nuk ka asnjë hetim, nuk ka asnjë pengesë hetimi. Kërkesa për imunitetin erdhi mbas kërkesës për pezullim, e cila u ngri për sa kohë që do gjykonte gjykata kushtetuese, u bë kërkesa e dytë. Tani që kërkesa e parë ra, pra pezullimi është në fuqi, kërkesa e dytë praktikisht bie. Sa ko do marri ndërhyrja në legjislacion? Sa ko mendoni që do marri kjo hartimi i propozimit tuaj, kalimin në parlament ku ju i keni votat e dura, se do shumë të cilësuar ju i keni, pra sa ko do marri kjo? Nga informacionet që unë kam në këtë moment për të bërë këtë analizë, për të letemi përzgjedhur një nga ngërçet që ka kushtetuta letemi e re në Shqipëri, po merren ekspert ndërkombëtar, janë angazhuar dhe këto janë publike tashmë, Ministria e Drejtësisë Francës, Ministria e Drejtësisë në Itali, pra që kanë shumë të tepër eksperiencë, po bëjnë një analizë të situatës, do të japim, po tashmë ky diskutim është i shkëputur nga diskutimi. Jo, se ndoshta koha që ju merrni për të hartuar. Po jo, nuk ka lidhje më tani, po nuk kanë më lidhje, po nuk kanë lidhje me hetimin, nuk kanë lidhje me rastin konkret. Tani kjo është që mos ndodhi më nesër. Pra, gjithë diskutime për pezullimin nuk ka të bënte me Ministrën e Infrastrukturës. Imuniteti është gjë tjetër, kapitull tjetër, pezullimi nga puna e një kryetari institucioni, drejtuesi institucioni të lartë publik është një bisedë tjetër, sepse SPAK-u mund të pezullojë një drejtor të përgjithshëm, edhe shumë mirë, ka të drejtën ta pezullojë kur e gjen që ka mundësi të ndikojë në procesin e. Por ama jo një drejtues të një institucioni, i cili e pengon dhe pezullon atë sektor, pasi nuk ka një titullar tjetër mbi kokë që t'ja delegojë detyrën dikush tjetër. Ndërkohë që kur pezullohet drejtori i X drejtorie, ministri ja kalon kompetencat një të zgjedhurit tjetër. Ndërkohë që në rastin konkret nuk kemi më të njëjtën mundësi. E kuptoj investimin tuaj në këtë pikë. Sa mendoni dhe a do jetë koha e mjaftueshme në mënyrë që të përshpejtohet dhe të sqarohet përfundimisht me kalimin e këtij ligji të marrë dhe trajton vendimar sëmtej? Se mund ta godasi gjykata kushtetuese e para, mund ta godasin ata deputetë e opozitës që bëjnë një ankimim të ligjit dhe pastaj si mendoni se mbyllet kjo gjë? Në këtë rast janë shkëputen të dy ngjarjet. Dhe përsa i përket këtij ngërçi, le të themi që duhet bërë me shpejtësi, po shpejtësi relative që të prodhojmë një situatë e cila, siç e thatë ju me shumë drejt, mos jetë e parë vetëm në një këndvështrim, po e parë edhe në këndvështrim tjetër, dhe besoj se të paktën së bashku ne e kemi jetuar dhe e kemi, le të themi, kaluar me shumë, le të themi, vëmendje në ndërtimin e kushtetutës në vitet 97-98, kur u krijua një komision bipartizan, i përveçuar nga të gjitha krahët e politikës, edhe kërkoi një diskutim të jashtëzakonshëm me ekspertësh, kudo u diskutua çdo çështje, dhe prap tani mbas 30 vitesh kanë filluar të ndjehen ngërçet, të cilat mbase s'janë diskutuar siç duhet në atë kohë, po për shumë arsye, po edhe për vetë mungesën e eksperiencës së shtetit shqiptar dhe parën e gjërës nga këndvështrimet ndryshme. Dhe e thash parimin, pra që
ato momentet duhet diskutohen më qartazi për t'i dhënë sa më shumë liri individit, institucioneve dhe kryerjes detyrës për tyre. Një situatë e tillë, mendoni që është e pengon ecurinë e integrimit ton Bashkimin Evropian, sepse duket sikur ka një situatë të tensionuar qeveri drejtësi. Tani, për sa i përket raportit me drejtësinë e re. Po ndërhyn kjo? Raporti me drejtësinë e re është parime. Në këtë raport në asnjë rast nuk kemi pasur asnjë ndjesi, asnjë veprim, asnjë shprehje publike për mungesë të mbështetjes sonë për SPAK-un dhe organet e drejtësisë re dhe për ato çfarë organet e drejtësisë re realizojnë. Dhe ky raport ngelet i pacënueshëm. Dhe ky raport është padyshim edhe me Bashkimin Evropian. Integrimi vazhdon të jetë, le të themi, objektivi ynë madhor. Integrimi vazhdon të jetë përpjekja jonë e madhe. Integrimi vazhdon të jetë ajo objektivi mbi cilën ne shkarkojmë gjithë energjitë tona, administrative po dhe politike. Kështu besoj që edhe në këndvështrimin e këtyre që po diskutojmë sot, ky ngërç, që nuk është ngërç i vogël, do duhet të sqarohet gjithmonë më shumë, do duhet të diskutohet gjithmonë dhe gjithmonë më shumë të kemi dakordsi me partnerët tanë evropian, të cilët padyshim janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm në fazet e zhvillimit të Shqipërisë edhe në këtë rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Dhe fundit opozita e ka quajtur shkeljet ligjit, nesër do të bëjë një protestë kombëtare të radhës dhe me protesta paqësore do ta rrëzojmë Ramën, thot përsëri opozita. Si ju duket opozita tani në qëndrimet e saj dhe përballë rastit konkret, por edhe përballë në vazhdimsi? Janë në drejtë natyrë. Është mënyra se si ata zgjedhin të bëjnë politikë. Nuk i kanë nxjerrë në këto 13 vitet e fundit të suksesshëm. Çdo protestë është më pak se sa protesta paraardhëse. Shpresoj shumë që t'i qëndrojnë kësaj që tha aty që shpresoj shumë. Është mënyra e tyre se si e zgjedhin të bëjnë politikë. Pra që të jenë paqësore protestat. Protesta e fundit nuk ishte paqësore. Edhe besoj që e kanë kuptuar mbas shumë vitesh që ajo hedhja Molotovit, përpjekja të bërit atë cubin e lagjes aty para disa punonjësve të policisë shtetit, të cilët janë në krye të detyrës dhe bëjnë detyrën e tyre në mënyrë shumë korrekte, nuk i prodhohet në asnjë gjë të mirë përveç se i humbet vota. Pastaj për të protestuar, për të dhënë opinionin e tyre, ata janë më se le të themi në të drejtën e tyre. Në asnjë rast nuk kemi pse ne të mendojmë se si ata duhet ta bëjmë punën e tyre. Ata kanë të gjithë ekspertizën nevojshme, por kanë edhe vitet në kurrizë të opozitës zgjatur, që kjo rruga le të themi e dhunës nëpër protesta, asnjëherë si kanë nxjerrë as fitues, as një ditë mbas protestës nuk kanë marrë një pëlqim më shumë se një ditë përpara. Ndërkohë që kanë humbur shumë e shumë, edhe vazhdojnë të humbin duke mos gjetur fillin e tyre. Po pastaj se si ata funksionojnë është komplet në përgjegjësinë e tyre dhe në raportin që kanë me qytetarët dhe me votën që marrin pastaj në zgjedhjet e radhës. E qartë, zoti Klosi, shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Isha me zotin Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste.